الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فلندري Prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj, salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, shokët e tij të nderuar dhe gjithë besimtarët që ndjekun në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Lutë Allahun azza wa jall që na jeton Allahu më bon na jetë bekune e gjënohet tona me bo të zgjësune e më na falë Allahun ditën e takimit me ta. Sot me lejnë Allah të zëvëgjel do të legjerojmë për një temë që tashmë është ditën për ju e që lusëm Allahun të na e bereqet në ligjerimin e kësoj teme dhe me jadhon hakun si gjdohet. Tema është pëndohem, po sërisht bëj mëkat. A është në rregull që besimtari të pëndohet, pastaj të bjen të njëjtin mëkat, cilat janë shkaqet që e shtyn besimtarin me përsërit mëkatin, dhe çka do të bëj që me u distancu prej mëkatit, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si lindje prej perëndimit. Sot me lejnë Allah do të flasim rreth tyne. Po ashtu do të flasim për tauben e sinqert, sa a kundërshton gjunahi tauben e sinqert apo jo. Gjitha këto kuptime me lejnë Allah do të sqarojna. E para gjë vëllezërit e mi, do të dim se sot do që është gjunahu jon i madh, edhe nëse ka rrit kulmin e qiellit. Nëse kërkojna falje, e kena një Zot që na fal dhe nuk i jep llogari askujt. Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij na përmend një hadith se thot pejgamberi alayhi salam ka thonë Allahu i lartësuar, ja ibn Adem o biri Ademit, nëse më vjen ti me gjunahe sa toka, unë të vi me falje po aq sa toka. Pra nëse janë gjunahet sa toka, unë të fali me aq falje të madhe. Apo në vejëm thët, walau balagha dhunubu anana as-sama, edhe nëse kanë mbri gjunahet e tua kupen e qiellit, fastaghfirte li, e ti më kërkon falje, aghfiru laka wala ubali, të fali ty dhe kujt si japi llogari. Ndaj jam i vetëdijshëm se gjunohet tona në përgjithësi nuk e arrin kupën e qiellit. Po edhe nëse arrin, nuk do të më mbyll dera e shpresës dhe pendimit tek Allahu azza wa jall. Pasi që gjunohet tona sot do të jenë të mëdha, kanë fillim edhe kanë mbarim. Ndërsa falja Allahut është cilësi e tina, që është Allahu jon pa fillim dhe pa mbarim, ashtu janë edhe cilësit e tij pa fillim dhe pa mbarim. Andaj do të dim se Allah azza wa jall fal, siç e përmend Ibn Abi Dunya në librin e tij Husnul Dhann Billah, një hadith që Abu Huraira radhiyallahu anhu e transmeton prej pejgamberit alayhis salam se ka thonë, po ta dinin njerëzit sa fal Allahu, në ditën e gjykimit do të fluturonin nga gëzimi. E pastaj thot, nëse bashkohen njerëz e gjend, edhe secili me paramendu sa fal Allahu, Allahu fal më shumë se sa ju ka shkuar ndërmend njerëzisë mbar. Ndaj kjo hyrje është e qëllimshme se jena të fol për një njeri që pendohet dhe bën gjuna. Por kjo nuk vlen për dikën që bën gjuna dhe nuk pendohet. Hadithet e mëshirës e faljes
nuk vlen për një kategori që nuk pendohet, por vlen për ata që pendohet, si që thot Allah, ghafiru dhanb, qabilu tawb, shadidul iqab. Është falës i gjunohet, pranues i pendimit, por edhe ndëshkues i rrept. Falës i gjunohet për ata që largohet për gjunohe, pranues i pendimit për ata që pendohet, por edhe ndëshkues i ran për ata që refuzon pendimin dhe e vonon pendimin e vdes pa u pendu. Ndaj kjo hyrje, kjo si e domosdoshme për me po se kjo në vijim është për një kategori njerëzish dhe jo për krejt njerëzit. Pra mos të mendoni njëri që vazhdimisht bën gjuna dhe kur si bjen men mu pendu, prej ati gjunohës Allahu ka me fal dhe vlen ajetet e hadithet e faljes për ta. Jo, do të pendim. Nëse është gjuna i madh, e gjunohet e vogla, Allahu i fal prej namazit namaz, apo i fal prej gjumaz në gjuma, prej Ramazanit në Ramazan, e haxhi nuk len gjunave se fal Allah. Po flasëm për gjunahet e mëdhaja. Dhe djetarë thonë, s'ka gjunat vogël me vazhdimësi, që s'ka gjunat madh me pendim. Një njeri që bën vazhdimisht gjunahet vogla, ai nuk met i vogël, ai gjuna bëhet i madh. Siç thot populli, gur bëhet mur. Por edhe të njëjtën kohë nuk ka gjunat madh, sado që tjetë, nëse robi pendohet dhe kthehet tek Allahu i lartëson. Ndaj lësë Allah të në bëj për atyre që pendohem shumë për çdo gjuna që e bojna me vedije dhe pa vedije, ja Rabbil Alamin. Po ashtu vëllezërit e mi, gjëja e radhës që duhet me ditë është pse njëri e përsërit njëjtin gjuna. E ditëm që Allahu fal nëse pendohem, por në kësi situata vjen shejtani dhe bën disa kurtha. Për shembull thot që masi ku ka puna ashtu ti bë gjuna se Allah ta fal, pendohesh e ta fal. A vlen kjo lloj daveti i shejtanit? Padyshim se jo. Allah Azza wa Jall thot se inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shejtani është armik i juve, ndaj trajtoni si armik, merrni për armik. Dhe kur të vjen me kësi lloj këshilla se bëti gjëna sa dush, se Allah fal, Zoti po e pranoj ka pendimin, pastaj pendohesh, e vazhdoj je i ri, ki i vakt, më nësh mu pendu, këshur haram sante nesra shkon e fal sabon, Allah ta fal. E kësi lloj gjunahe që na kujton shejtani çdo herë, qysh njeri duhet me ju përgjigj këtyre lloj kurtha. E para është që ai që po të këshillon të ka armik, nuk ta dën të mirën. Qëllimi i tij është me dëgjuar zjarr. Nuk është qëllimi i tij me ta kujtuar shpresën e Allahut Azza wa Jall. Ndaj njerëzit gabojnë shumë kur e afatizojnë veten, japin afat dhe thonë se unë po bëj edhe sonte gjuna e nesra pendona. Veç edhe që ders pengaj e pas këtë idejo se ku mu pendu. E kështu me radhë që vjen shejtani me lloj hile për më na mashtru. Sa njerëz vllazni një gjuna e bëjnë që 10 vjet, që 15, që 20 vjet. Nuk jenë të mujt me lanë. Nuk është qëllimi se ata nuk e dojnë Allahun. Jo, asesi. Ata e dojnë Zotin shumë. E asë nuk është qëllimi se nuk e dojnë xhenetin, edhe xhenetin e dojnë shumë. Po ku është problemi tyne? Se bind njëjtin gabim në këshillat shejtanit, do ta bëjnë inshallah, ka vakt, pendohna edhe që të Ramazan, edhe që të vet, jem halejri, dhe i sot martona, dhe i të shkoj numre, e kështu më radhë që vjen iblisi me lloj këshille, e vetëm qëllim me vonu pendimin. Jo e njehni surën Jusuf mirë, e dini se po të njëjtin problem e kam pas edhe vllaznia Jusufit alayhi salatu wassalam, që kanë thonë se pendohëm buhëm burrat mirë, nëherë uqtulu Jusufa au itrahuhu ardan, mbet në Jusufin ose largoni prej tokës,
për me arrit kënaqësinë e babës, e pastaj sa ju ka marrë për mu pendu? Dietarë thonë që mbi 80 vjet. Mbi 80 vjet e përmen Ibn Abi Hatim ar-Razi në tafsir që Jakubi a.s. çdo ditë i ka vetë e është gjallë Jusufi apo e ka hongër uku. 80 vjetëran e kanë rajt pejgamberin Allahut. Çdo ditë i kanë thonë ka vdek. Mi pas vetë thonë fillim se sa kishi pas qef me zgjatë ky lloj gjunohe ju, ndoshta me ditë, ndoshta me orë, ndoshta edhe me pak. Po pse ka zgjatë kaq shumë? Se kur të shtynë shejtani në loj, mo nuk lëshon. 80 vjet i ka majt deri sa ju më pendu, Allah ja ka pranu pendimin në këtë gjuna. Gjuna kanë bën ndaj Allahut që e kanë largu djalin për babës, e kanë lëndu pejgamberin Allahut, Jakubin a.s. Po ashtu edhe vllahun e tyre Jusufin a.s. Dhe gjuna kanë bën edhe ndaj familjes e babës, që baba i tyre derisa që përshkruan Allahu wa biyaddat ayna wa huwa al-kadhim, ju kanë zbardh syt. Kja bebza e syrit që është e zez, ju ka shëndru e bardh prej qajtjes të madhe, edhe pse kanë pa babën e vetë të qajt, derisa ka marrat Bejtul Ahzan, atë shpinë që ka vajtun të me urë tonë, ka qajt, krejt kja nuk ja u kalkun zemrat për mu pendu e me pranu të vërtetën. Qështu janë edhe zemrat e një mëkatarët vllaznit e mi. Një sy që mësu me pa haram. Ai nuk më në len, nuk ka ma as ajet që ndikon, as kërcnimi Allahut, as përshkrimi xhehenemit, as përshkrimi detajeve në xhehenem, as hadithi pejgamberit e selam, as kuptimi selefit, as ligjerat nuk ka ma që e ndryshon zemrën e tina. Pse? Se ka fillu me pak, e nashta ka 10 vjet, e s'po mën më shkosh për këti gjëna. Apo një tjetër Allah në rujt që mësu me lanë namazin, mos me konë një regull namaz. Fatkeqësisht shumë njerëz nashta t'jashme në kanë req, ka mjekër, ka shami, vënë shamin kry, po namazin se falë. I ik drejka, i ik ndikindia, mënohet mi bu kaza, her i ban, her si ban, krejt kje pëse ndodh, se e ka marrë këtë çështje si këshilltar shejtanin. Hajtë se do të përmesona, do të bëhet mirë, jam hale i ri, jam hale e re, dhe kjena shë Allahu në rujt, shkën dhe sa në zënë vdekja, e nuk i ndryshohet gjendja. Sa Allahu la ju gajru ma bi qaumin, hatta ju gajru ma bi anfusihim, nuk e ndryshon gjendjen e një populli, deri sa ta të ndryshojnë gjendjen e vetë. E që i bjen, kër e komenton Mujahidi këta jetë, thët, vallahi ka pas njerës që e kanë pa pejgamberin a.s. Kanë nejt me ta, kanë hangër ofër ti, kanë pisë, Ebu Talibi e kanë ndimu krejt pasunin e vetë, e ka dhonë për me mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po krejt kja si kryn punë. Pse? Se nëse ti nuk dëshiron mundru mu përmisu, edhe më të afru për një mena të kryt, me nejt me ty ditë e natë nuk të krym punë. Thuhet se Ebu Talibi dhe pejgamberi a.s. në ato 3 vjet që ju konë të bojkotun prej kufarve Kurajsh, ka qenë si hije, që shumë ka nejt afer, që shumë ka nejt bashkë, so që si hije njën e tjetërit. Por e dina fundin e Ebu Talibit që ka vdek, si pa besimtar, dhe pejgamberi s.a.s. e tregon dënimin e tij, që thot këpucat me zjarë dhe i vlojnë trut, Allah në rujt. Ndaj vllaznit e mi, mos të jepëm afat vetën në këtë aspekt. Gabimi kryesor që na spendohëm, ose që e vënojna pendimin, ose që kthehëm të po të njëjtin gjuna që e kena bu më herët, është se e afatizojna vetën, jepëm afat jetës, edhe ngojna shejtanin, hajtë se bëhet mirë, ndraj, përmisohna, po vjetë po shkojnë, ditë po shkojnë, net po shkojnë,
po plakëm, ndoshta shumica jonë se mrin fleshnin heq, vjen koha me dal Allahut përpara, e çka me thonë pastaj, Allah na falt e na mëshiroft. E dyta gjë që njëri përsërit gjunahin e njëjtë ose vazhdon me bëj gjuna, është qëndrimi në ato vende ku ka bëj gjuna. Për shembull, në njëri i cili ka pasur rinin në për diskoteka, në për jetë natës, në për shturje të ndryshme, pastaj ju afrohet atyre vendeve, i kthehet njëjtat gjunahe i bën. Apo po flas për besimtarët që ndoshta këtu vende si frekuentojnë, nuk kanë shku kur, as nuk shkojnë, por kur të është vetë në dhomë, i bjen haramit. Pse vazhdimisht të mësun që atë dhomë e bëjë gjuna. Edhe kur të kthehet njëjtë në dhomë, bën të njëjtën gjuna. Duhet me kujtu hadithin e pejgamberit sasem që thot, që transmeton Imam Ahmedin Musnad, po ashtu Imam Bukhariu Sahih, ya'tuna an-nas yawm al-qiyamah bil a'mali kal jibali tuhama, do njerëz vinë në ditën e kiametit me vepra sa varg mali tuhama, është një mal shumë i madh në mes Arabisë Saudite të sotme dhe Yemenit, e yaj'al Allahu haba'an manthura, e që Allahu këtyna njerëzve jam azgjeson veprat. Kur sahabët e ndëgjojnë këtë hadith, e të merrohen sigurisht se njeri për me bu sevape sa kodrat, mas pari do të kohë shumë e madhe, pastaj dohet adhurim shumë i madh, përpjekje shumë e madhe, në nështrim shumë i madh, se nuk o letë me bërë sevape sa kodrat. Dhe habitën shumë se qysh gjithë këto sevape, në ditën që mas shumë ti, ju vynë sevapit, qoftë edhe një buzëqesh në fytyrën e Allahut në ditën e kiametit, këto po shndrohen në plahër, pra nuk ka asnjë dobi prej tyre. Pastaj thonë, si flena, ja Rasulullah, na tregoj dërguni Allahut se kush janë ata njerëz që Allahu pja azgjësoj ka, që kanë bo ata. Thot sahër kanë nejt vet, in të hekuha i kanë ra gjunahat. Sahërin kanë vet, kanë bo harame. Thot Ibn Taymi rahimahullah, në librin që kemi përkthy rreth smundjes Amradul Qulub wa Shifauha, smundjet e zemrës dhe shërimi prej tyre, kur e komenton këtë hadith, thot qysh këta njerëz në dunja e kanë azgjësu madhështinë e Allahut në synin e vet, që ashtu Allahu ja azgjëson veprat në ditën e takimit me ta. Jena dëshmitar që shumë prej atyre që janë sprovu me këto punë, me ja qit një kamerë që këtu përpara, dhe me thonë vesh vajzat ose djemët e tu, ose fëmija vesh kanë me të këshyrë që ka bën, kur nuk guxon me vepru, që ka bën kur është vetë me Allahën e tina. Ndaj kur zvlen Allaha, asa një fëmijë, e asa një djallë apo vajzë, që ka me ndënë se vlen aj njëre të Allahën, kema të din të danë, që është vepresht këthehet. Nëse të te Allahu s'ka vlerë, a më nëse të ki vlerë të Allahu, kjo është shmenduri e lojët vetë, vesmenja më nashku. Se Allahu thot ju hibbuhum, vë ju hibbune, besimtarët, Allahu i dënë, tani ata dojnë Allahun. E kush se dënë Allahun, qaj bjen? Allahu se dënë ata. Ndaj me pas kujdes se janë këto gjunahe që na kthejnë Allah na rujt në armisi me kryusë. Po ashtu vllazni, ajo që ndikon shumë është edhe shoqënia. Një njerën është stabil kur është vetë, kur është në rrethin familjar apo me shoqëni fetare është në rregull, po kur ju kthehet shoqënisë që e kanë nxit në gjuna, përsëri kthehet në ato gjuna, përsëri fillon me i bo ato gjunahe që shokët e vet i bojnë, fillon me ndjek, Allah na rujt rrugën e keqe, me përdor çka s'do të me përdor, ju kthehet Allah na rujt gjunahe të mëdha si pirja e alkoolit apo zinaja të ngjashme. Krejt kjo pse, edhe pse kur është pendu, pendimi ka qenë i sinqert, por shkaktar i kthimit është shoqënia e keqe.
Pejgamberi alayhis salam hadithin që transmeton Imam Buhariu rahimahullah në sahihun e tij na thot që njeriu është në fenë e shokut të tij. Falyandur man yukhallinhu, pra le të shikoj kon për merr për shok. Se në fenë e shokut është njëri. Po ashtu edhe kem shumë ethera që ka përmendur Ibn Abi Dunya librin Al-Ikhwan për vëllazërinë një kapitull veç për këtë punë që tregon se sa rëndësi ka shoqënia. Një njeri që është me njerëz që mundohen me mësu Kur'anin, ka mundu me mësu. Njerëz që falin namazin në xhamat, ka mundu me fal. Që falin natën, ka mundu me fal. Po nëse shoqënohet me njerëz që vazhdimisht bëjnë gjunahe, është shumë vështirë me qëndru, ndaj ju kthehet gjunaha. Por të shoqënia fetare është edhe një rrezik. A ka mundësi që shoqënia fetare mund na shtin gjuna? Po. Veçanërisht në gibet. Fatkeqësisht shumë prej vllaznive në çdo nejp që bujnë thujse flasin keq për hoxhallar. Për ata që jam mësojnë fenë. Për ata që i kallëzojnë çka është mirë për natën e varrit, e çka është mirë për ditën kur dalin për Allahut, e çka është keq, bashkë ata i përgojojnë dhe flasin keq për ta. Andaj njëri nëse din që kjo shoqëni pe kthen me fol keq për njerëz, e që ai njeri që flet keq për tjetrin veç se ka me menu mirë për vete, e ai që menon mirë për vete e dina që e pason rrugën e iblisit, që menaj ke mirë për vete e keq për Adem alayhis salam, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin, mund ke bo prej zjarrit ato prej lloshit, pra menaj ke që krijimi i tina prej zjarrit ka shumë vlerë se sa prej balte që kriju njeriu. Kështu janë edhe ata njerëz që Allah na rujt shoqënohen me një kategori njerëzish që ishtin me fol keq për hoxhallar e dietar e me i përgoju. Ne e dina se me fol keq për vëlla është sigur se me hangër mishin e vllat për që vdekne. Për shembull, një njeri që i vdes vllau i ri 20 vjet, 25 vjet edhe shkojnë në varrim. Kur shkojnë në varrim e shohëm që fillon me hallakat gjenazën edhe me hangër mishin e vllat vet. Qyshen përjetojnë ana. I ka dek vllau në gjenazën tina, kë për merë për han mishin e ti e goja për rrjedh gjak, pa dyshim se në të merën krejtve. Edhe kjo është shumë eron. Kjo është për njerëz të thjeshtë, ndërsa për dietarët është sikur se me hangër mishin e vllat të vdekun që është i helmun. E që e të bën i helmun i mishin me hangër? Të myt. Kjo ta myt imanin. Andaj thot Ibn Abi Dunya, e transmeton prej Imam Ahmedit, se ai njeri që flet për dietar pa hak, përgojon, thot e myt imanin e vet. Se lahmuhum masmum, mishi tyne më është i helmun. Ndaj vllazni këtu janë shkaqe që të kthejnë gjuna me urujt. Nëse s'mënesh largo, nuk është kusht me dalë me pi kafe, as me nejt me ta, që mujnë me ta rreziku xhenetin. Se po qohëm për falim sabahën, ftoft, dhe i po marrëm abdes, dhe i shkojnë në xhami, dhe i të kthejmë, dhe i të bujnë dhikrin. Tani në punë, i ladh, krejt këtu, më të shku poshtë, më t'i marrë, ai tjetri që të ke fol kundër atina, vallahi nuk është në rregull. Pejgamberi alayhis salam thotë se njerëzit do të vinë ditën e gjykimit, i pyet se kush është i falimentuar te ju. Menil muflis indakum, kush është i falimentuar te ju. Sahabët thonë el muflis indana men la dinara wala dirham, i falimentuar tek ne është ai njeri që s'ka as dinar, as are, as argjent. Thot pejgamberi ema inda Allah, tek Allahu i falimentuar është ai që vjen me sevape të mëdha, po i shkojnë poshtë. Qysh i shkojnë poshtë? Thot ka fol për këto keq, për këto, fillojnë me ja marr sevapet. Derisa si mbet asnjë sevap më. Po hala ka njerëz që ky ka fol keq për ta.
fillojnë mja qit gjunahet. Allah në rujt ka bo zina, ja qëtë zinan. Ka bo vrasja, ja qëtë vrasjen. Ka përdur drogë, ja qëtë drogën. Ashta kë kur as zina s'ka bo. As se ka mbrakon, as drogë s'ka përdur. Kur gjë për këtyne gjunahet si ka bo. Po qysh njeri i merë gjunahet e huja në peshojnë e ti në ditën e gjykimit, të folë kesh për njerës. Dhe vllaznit e mi, këtu janë shkaqe që po përsëritën. Njere po thot po pëndona, po apet një nej po mire ki, a i vla Allah e falt, të bu doa për ta, janë i zban gjibet, si me bu bismina të bu zina. Lutët nërë për ta, të një fut gjibet sa të mënë, Allahu në rujt, e kjo është që po na shkatron veprat edhe po përsëritën. Vazhdimisht po përsëritën. E na e dina se të parë tonë, si Sufjan e Thauri e tjertë, dilshin në rrugë edhe bëjshin benë Allahun se krejt njerëz janë më të mirë se na. Ai njerëz që thotë krejt njerëz janë më të mirë se na, ai bjen men me fol për ta, kur vallahi. Po të e menu vetën të mirë, jena ahornë në qëtë kategori, Allah në përmesoft. Prej shkaqeve tjera që përsëritet i njëjti gjuna, është se emocioni. Njeri pëndohet pa me emocion. E nga një ders, e lexon një ajet, një hadith, e mon një 5-6 orë dhëtor, po të nestrit vazhdon programin e gjunave pa e ndërprej. Përsëri ik namazi, përsëri nuk sillet mirë me të shpis, përsëri përgojan, përsëri në statusa në rrjetet sociale, në gjason me imam të mdhajt e sunetit, ndërson sjellje me iblisin Allah në rojt. E kejt kjo aktërim i madh ka me pas kështu të madhe në ditën e takimit me Allah. Dhe i mos na kap emocioni, po të bojna strategji të mirëfills se qysh me orë deri te menjanimi i problemit, i gjunahet. Pas e vllaznit e mi, ne e dina se në xhenet me gjunahe nuk shkohet. Ose e dina anën tjetër që Ademi a.s. është largu për një gjuna prej xhenetit. Ndaj, kujna mësyna me gjithë këto gjunahe. Çdo gjuna që e bojna, është rrezik me humb xhenetin. E çdo rrezik me humb xhenetin e ka kostën me zjarr Allah na rujt. Ndaj kur njeri bindet dhe nuk ka punë emocioni, nuk ka nevojë shumë për ligjërata, as nuk ka nevojë shumë për lexime, sepse e din që ka mi dalë Allahut përpara dhe krejt ajo që ka bu, ka me ardhë në ditën e takimit me Allahun azza wa jall. Ndaj sot mënonu me bind veten, edhe me praktiku thirrjen që Allahu azza wa jall e bën, duke thonë ja eyyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besu, pendoni tek Allahu me një pendim të sinqert. E çka është pendimi i sinqert? Dietar thoni ka 4 kushte. E para prej tyre është mu distancu prej gjunahet. Nuk është pendimi sinqert nëse ti thua astaghfirullah me gojë, edhe se të vjen mundësia por me bëj çdo gjuna e bën. Që ky lloj istighfari, thotë Ibn Qayyim, ka nevojë edhe për një istighfar për të, o Zot, na fal, qysh po të kërkoj na falje. Që ky lloj istighfari ka nevojë për më pendu prej tina. Edhe pse shikim është adhurim, ndërsa brendësi ngjason me munafiqllok, që ti ndryshe je, e ndryshe po paraqitesh. Andaj do të më distancu. Në momentin e parë që vendos më pendu sinqerisht, vendos në menjen tane që krejt gjunaat që ty të kujtohen që jetu i bo, se i ke bo, kur më mësme bo. Edhe lotë Allahun të thonë, Allahumme ba'id bejni wa bejne khatajaja kema ba'te el meshrik o el maghrib. O Zot, distanca mu prej gjunahem
qysh e keni distancu lindjen prej perëndimit. Kështu lutej pejgamberi sallallahu gjithmonë kur merrte tekbir filleston farza. E ka pyetë Abu Huraira, o i dërguar i Allahut, ti po ndalesh, s'po lexon më një herë Fatihan, çka po thonë çat ku? Që thonë ana subhanaka. Pejgamberi sallallahu e ka thonë që dua, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, o Zot, largo mu edhe gjunohat, që ka largu lindjen për i perëndimit, o Zot, pastron prej gjunohave, me ujë, me borë, e me të ftoft, pastron prej gjunohave, që shë pastron thawbul abyad min ad-danas, atë rrobën e bardhë prej yndyrnave, pra me pas sinqerisht mendimin, me ndihmu vetën shumë me dua, e veçanërisht në këtë periudhë, prej tekbirit fillestar e deri në këndimin e surës Fatiha. Kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vëllezërit e mi, e dyta është që me urrejt gjunohin, pasi të distancohesh, jo me livdu, kush më konon, që këmbone. Nashta i kujton gjunohat para 20 vjetë e kesh e krenohet me to. Kësë o pendimi sinqert. Pendimi sinqert është kur të bjen men murqeth. Vesh kur të bjen men që ke bo, murqeth, me thonë njerëz në atë ku, kur unë e bëjsha gjuna, ata lexojshin Kur'an. Ata u falshin natën. Ata shkeshin ligjërat, ata kryeshin haxhe umre, e unë jam konë gjuna. Pra me ndjek e shardhjet madhe, se qysh ja ke leju vetës me ndjek rrugën e iblisit mallkum. E treta është që mu mundu me bo vepra të mira. Tash nuk mjafton veç atë kohë që e ke kalun gjunohe me nejtë, po so ke bo gjuna tash mu mundu me bo mirë. Qysh ka thonë Umeri në momentin që pëndu, o i dërguar i Allahut, ku do që kum ndalu njerëzit prej fejës tane, ku me shku në ato vene me thirrë në fej. Dhe këne kum ndalu ku me shku me thirrë në islam. Mu mënu me ndru, mu përmisu. E pastaj vëllezërit e mi, e fundit për tyne, është që mos me pas njetë kur mu këthyn gjëna. Jo mu pëndu e tani nashta vjen momenti ose ja bëj, jo, kur mos me pa. Qysha ardhë në të Imam Buhariu, me urrejt mu këthyn gjëna, qysh urrejn mu ranë zjarë. Sa e urrejn me ranë zjarë, që ashtu me urrejt atë gjëna që e ke bo edhe që e konta. Dhe ke quhet të ubet e nësua. Gjithë shka tjetër që është me gju, e nuk ka pendim, e nuk ka distancim, e keqardhje, është hajgara. S'ka kur gjë të bëj me pendimin. Të mën me qujtë pendim, po kjo është një lloj hajgare që jam mësu me njerëz, që shto tash bën edhe me Allahun. E kjo pa dyshim është prej gjona ma katastrofale të mundshme. Siç thot Allahu, wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, dhe aty në ju dol për Allah që kur menja që ka shku. S'na ka shku menja që nashta për një gjuna që si na pendu e këna bëj istikfar me gju, Allah ka më na morë për talja. Ka më na vetë pse e talë me mu, o robi jam. Pse bëj shajgare me mu. Andaj, këtu kush e ka, këtu kush i ka të qarta, e ka të qartë edhe pendimin. Dhe i lutë në Allah në shumë. Po ashtu janë do vepra tjera që na ndihmojnë për me qëndru stabil në fe. E para prej tyre është vëllezërit e mi Kurani. Pa Kur'an jeta s'ka kuptim. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an i udhëzon drejt në ato njerëzit drejt në ato që është më e larta, më fisnikja, më e mira. Wa yubashshiru al-mu'minin, ai për ekzempel besimtar, alladhina ya'maluna as-salihat, që bojnë vepra të mira me shpërblime madhështore. Kurani është shkak i udhëzimit, po sa të cilësh Kur'anin
dhe hop surën Bekare, e sheh ato ajetin, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin, që ky Kur'an është se s'ka asnjë mdyshje se është prej Allahut dhe është udhëzim për besimtarët. E çka i bën kjo është udhëzim për besimtarët? Besimtarët i bën stabil nëse e praktikojnë. I udhëzon nëse e praktikojnë dhe jetësojnë këtë Kur'an. E nëse nuk e praktikojnë dhe nuk e jetësojnë Kur'anin, pejgamberi alayhis salam thot al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk, Kur'ani ose është argument për ty ose kundra teje. E qysh i bjen argument për ty dhe kundra teje? I bjen për ty se nëse e mëson, e praktikon dhe je sinqert në të, të vlen shumë ditën e gjykimit, ngritesh shumë larg. Për çdo jetë që e ke mësuar, ke praktikuar, ngritesh ka një shkollë e 6236 ajete mi mësu, më bo hafiz, ngritesh shkollën më të lartë mundshme. Po nëse s'ke mësu, nëse e ke mësu e se ke praktiku, ose se ke mësu e se ke praktiku, pa dëshim se është prej gjunohe më të mëdha. E i pari, ai që e mëson e sa praktikon, ka gjuna për mos praktik. Ndërsa i dyti, ai që nuk e mëson e as nuk e praktikon, i ka 2 gjunohe. Edhe pse se ka mësu, edhe pse se ka praktiku. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, që përmend Ibn Abi Shayba në Musannaf në Fadail al-Quran, në librin e vlerave të Kuranit, thot, na shokët e Muhammedit alayhis salam i mësonim ka 10 ajete, e pastaj praktikonim, pastaj mësonim 10 ajete tjera. Pra nuk u kanë qëllim të tha me mësu shpejt, e as mi thonë njerëz të hafiz, e as me morë epitetet e njerëz, se qëllimi tyne ka qenë kënaqësia Allahut ju e njerëzve, ka nejt gatë. So që Omeri, si që përmend Imam Maliku, në Muwatta 12 vjet ka bo derisa ka mësu surën Bekare. Edhe pse me dasht me mësu për hifzin që e ka pas Omeri, e kish mësu për një masdite. Mja një spejre, i këndis dhe një atësi e kish kry këtë Bekaren, pa asë një problem. Po pse ka zgjatë ka shumë, se thot nuk ka ajet veç se këm praktiku. Edhe ndaj e vërtetoj mirë që e kom për imeun e qëta jetë ajo, nuk ka lejshon tjetërin. Ndërsa sot qyshja bojna, Allah na falt. Ose se lexojna se shumica e njerëzve, prej Ramazanit, asë një hatë më se kam bo, e po vjen Ramazanit tjetër e se ka njetë me bo, Allah na falt. Ose e lexojna, po qyshon hadith nuk ka lënë për tej, qafa vëtyre. E që i bjen kje nuk kalon për te i qafa vëtyre, që që ka përshkru kavarisht, është për qëllim se nuk e praktikojnë, nuk e vendosin praktik. Ndaj, kjo është e para. E dyta është dhikri. Allah Azza wa Jalla shumë vene në Kur'an në mëson me bo dhikr. Ja ayyuhalladhina amanu, dhkurullaha dhikran kathira, o ju që keni besu për hatër të Allahut, përmendni Allahun me një përmendje të madhe, përmendni Allahun me nxes e në bramje. Ibn Qayyim në Wabil Sayyib, në atë librin e mirë që ka për dhikrin, kur i përmend dobit e dhikrit, thot e para prej tyne është se e largon shejtanin. E në moment që i largohet shejtani, s'ka nxehtës për gjuna. Nuk të kthen gjuna, pse largohet, distancohet prej teje. E dyta, thot është e arrin kënaqësinë e Rahmanit, kënaqësinë e Allahut, ai njeri që arrin kënaqësinë e Zotit. Allah nuk e lejon mu përly me fllësirat të iblisit dhe ushtrisë së tij. Ndaj sa më shumë dhikr, veçanërisht dhikrin e mëngjesit e mbrëmjes, të paktën 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Të paktën 100 herë salavat, 100 herë istighfar në ditë, edhe vëllezërit e mi me mundu të paktën një herë në javë me pas një kohë që ulesh edhe flet me vete. E kjo qysh e kanë bërë selefi, jo e dini që shumica e tabenve ose një pjesë e madhe e tyre kanë hapë vorrën në shtëpi. Edhe ju në hija të një herë, e pastaj kanë thonë sot apet po del, po vjen dita kur s'del.
ose shumë prej tyne në shkuj kanë vizitu Vorrat. E ti kur shkojsh te Vorrat, çka do të me kujtu, përveç që lutesh për të, do të me kujtu se që ky njeri që në Vorr, një ditë të konë si ti. Ka pas punë, ka pas gru, ka pas fëmijë, ka pas gajle, ka pas qëllime në jetë, nashta ai në Vorr i ka veç 20 vjet, ndërsa mbi që ka qenë mbi 80 vjet. Po jeta është e shkurt. Edhe na, sot jena mbi, po nesër mundna me konë për funi Vorrit. Ndaj sa ma shumë njëre me e kujtu vdekjen, me e kujtu ato që i prish kënaqësitë e kësaj bote, se kujtimi i vdekjes të ftofi jo prej gjunohet, po të ftofi prej jetës komplet, se jo prej gjunohet ta gërdit krejt. Ndaj mundonë këtu të pakten një herë në javë me ra ka Vorrat edhe me kujtu që vjen dita kur dalë bari mbi vartanin, shfrytëzo sa je gjallë, se shumë shpejt mujna me një se ke vdek, ose Allah na rujt, ka mundësi që shefini na ka dalë në treg, e na shpejt kena me vesh. Allahu na falë të na më përmësoft. E treta vëllezërit e mi është shoqënia e mirë. Shoqënia e mirë është ajo që wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, e këshillojnë njëri tjetrin në hak edhe në sabër. Sahabët thotë Enes radiallahu anhu, që përmend Imam Tabarani Mu'jam al-Awsat me zinxhir të mirë transmetimit, thotë sahar i kum pas sahabët kur dojshin mu da për njëri tjetrit, ja kujteshin vetet njëri tjetrit surën Asr, pasha kohën Allah po beton kohës që është shumë e shkurt për neve, 80 vjetë si janë shumë vëllezër, për me hinë xhenet. Njerëz ka pas për ummete para neve që kanë jetun mira vjetë, nashta veç në sejdë i ka 200-300 vjetë, qëndrimi tina, e lemo në ruku, e lemo në namaz, jenë shumë pak. Po qysh mujna me shfrytëzu këtë pak, të ja ditë vlerën kohës, innal insana lafi khusr, çdo njeri është shkatrim të sigurt. Ka me shkatru Allah, ka me dënu keq Allah. Illa alladhina amanu, përveç ata që besun, wa amilu salihat, dhe punun me iman, punun vepra të imanit mira, dhe këshillojshin njërin tjetrin hak, dhe këshillojshin njërin tjetrin sabër. Mu majt për të vërtetën, me njoft akiden, me njoft sunetin, mos me lëshu fen fejnë Allah për asnjë çmim, u mënu me ngu djetarë të sunetit, me njek rrugën e sahabët, të lexu për ta, ta benme, të lexu për ta, të lutë Allah me na bo si ta, me na bashku me ta, e pastaj të e kujtu se kjo rrugë është e gatë, dënë sabër të madhë, dënë shumë përgatitje, nëse mundohëm çdo ditë nga pak me lejnë Allahut kena me mri, asnjë prej juve nuk ishi ardhur në këtë ders nëse nuk ishin nis, po jeni nis, keni ardhur, edhe kështu nisje drejt xhenetit, çdo ditë kanë hap me lejnë Allahut në brina grupe, e që lësë Allahun me qenë për atyre që pendohëm sinqerisht, se nëse pendohëm qështu, futu me në fjalën Allahut, inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah i dën ata që pendohen, e i dën ata që pastrohen, është për qëllim për gjunaheve. Allah i dën ata që largojnë barën e gjunahet prej supeve të veta dhe kthehen tek Allahu me në pendim të sinqert. Lësë Allahun që zemrat tona me çojë për Allah, me ne gjatë në rukuen sejdë për ta, me kërku falje shumë për çdo mëkat që e kena bo, për çdo mos adhurim që na ka ik pa e bo. Lësë Allahun që më na përmesu ata që na ka mbet, me shpresë që Allahu më na falë ata që na ka kalu. Lësë Allahun që na ka bashku në këtë vend, Allahu më na bashku në xhenetet e këtij, në shoqërim me pejgambert e njerëz të mirë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.